A e dini çfarë dite është sot, po ju pyes juve fëmijë? Cila? Dita e? Ju lumt. Të nderuar fëmijë, e nderuara kryetare e komunës së Preshevës, zonja Ardita Sinani, të nderuar drejtor të institucioneve, prindër, mësues dhe edukator. Mirdita dhe mirë se keni ardhur në këtë manifestim për të shënuar këtë ditë kushtuar fëmijëve. Sot, jemi mbledhur këtu me ftesë të drejtoreshës së bibliotekës së qytetit, Mehmet Jusufi, zonjës Remzie Rexhepi, për të shënuar këtë festë bashkarisht dhe për të përcjellur mesazhe ndaj prindërve, se fëmijët janë gjithçka, fëmijët janë ardhmëria jonë, e fëmijët janë altar. Fëmijët e të gjitha moshave kërkojnë sot vëmendjen e prindërve, shtetit e qytetit ku jetojnë tek ata. Kjo ditë është kthyer jo vetëm në një ditë festive, por edhe një ditë sensibilizimi për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve. Është dita kur vetë fëmijët ngren zërin për të drejtat e tyre, por në ndryshim nga të rriturit, protestat e tyre bëhen me lojra, balle e këngë festive. Në këtë ditë, fëmijët bëhen qendra e botës dhe aktivitetet e shumta u kushtohen vetëm atyre. Andaj, për të përshëndetur këtë manifestim, si që do rendi, ftojmë një koqirën e këtij eventi, zonjën Remzie Rexhepi, drejtoreshe e bibliotekës Mehmet Jusufi në Preshev, për të përshëndetur këtë manifestim me që është dhe organizatore kryesore e këtij manifestimi, që për herë të parë po shënohet në këtë formë në komunën e Preshevës. Të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të pushtetit lokal, të kulturës, të arsimit, e në veçanti të dashur fëmijë. Mirë se keni ardhur në këtë festë. Sot jemi mbledhur së bashku ta festojmë ditën e 1 qershori, ditën më të madhe të fëmijëve, ku kemi përgatit një program kulturor ku do të argëtojnë me recitime, vallëzime e gjithë të mirat e këtij aktiviteti. Kështu që shfrytëzoj rastin t'i falenderohem kryetarës së komunës për përkrajin e këtij aktivitetit dhe bashkëpunimin e shkollës fillore të Ibrahim Kelmendit dhe edukatorët e entit parashkollor 8 Marsit. Gjithashtu e falenderoj dhe Top Skele, e cila na mundsoi këtë skenën e sotshme. Unë nuk do ta zgjas më tepër, ju uroj gjithëve fëmijëve shqiptar kudo që janë të keni në jetë të ndritur e plot gëzime. Gëzuar, faleminderit. Faleminderit zonja Rexhepi që na mundsove këtë takim bashkarisht me fëmijët për të kaluar dhe shënuar këtë datë mjaft të rëndësishme. Ndërkaq jemi mjaft të nderuar që sot kemi prezent të parën e komunës Preshevës, e cila po përkrah çdo aktivitet, qoftë fëmijëve, qoftë të rriturve, qoftë grave, andaj ne ftojmë përpara jush të përcjell mesazhe drejt fëmijëve, të shohim se për çfarë mesazhi përcjell apo drejtohet fëmijëve në ditën ndërkombëtare të fëmijëve zonja Sinani. Skena për ju. Të nderuara nëna, të nderuar ju të pranishëm, nga institucioni shoqata me aftësi të kufizuar. Unë sot jam shumë e gëzuar, jam shumë e nderuar që jam në mesin tuaj. E përshëndes drejtoreshën për këtë organizim,
përshëndes edhe drejtorin e Shtëpisë së Kulturës, si dhe institucionit që kanë mundësuar enti parashkollor dhe shkollën Ibrahim Kelbendi. Ju fëmijë të dashur jeni lule, dita 1 qershori jo rastisht është quajtur dita trëndafilave. Ju me të vërtet sot e keni zbukuruar oborrin e Shtëpisë Kulturës, e keni zbukuruar Preshevën. Dhe jo rastisht duhet që çdo iniciativë për fëmijët të përkrahet dhe të fuqizohet edhe më shumë. Urime ditën më të mirë, më të çmuarit ton, ardhmëria jon. Faleminderit gëzuar, me fal. Falenderojmë zonjën Ardita Sinani që u drejtua përpara jush me një mesazh normalisht adresuar fëmijëve dhe prindërve në ditën ndërkombëtare të tyre, në ditën kur gjithë fëmijët kërkojnë të drejtat e tyre përmes festës, pra siç e tham, përmes këngës dhe valleve të ndryshme. Ky manifestim në vazhdim është edhe me këngë valle që drejtoresha është përkujdesur të përfshijë të gjithë fëmijët të gjitha moshave. Ne fillimisht ftojmë grupin e fëmijëve parashkollor të entit parashkollor 8 Marsi në Preshev që të performojnë me një valle të përgatitur nga edukatoresha e këtij institucioni, zonja Nazmie Arifi, si dhe zonja Habibe Ahmeti. Ftojmë nxënësit përpara jush. Shohim se çfarë kanë përgatitur. Bëhet fjalë për disa valle. Fillimisht kemi të bëjmë me këngën Valsi Arushës, pastaj kemi edhe këngën Xhamadani. Ftojmë nxënësit të radhiten përpara këtu. Duar trokitit, sepse sot ne jemi këtu për të festuar, jo për të qëndruar duar kryq. Gjalla është për ju prindër dhe mësues. Vajsin e luan
Vazhdojmë tutje me vallën tjetër të radhës, po nga ky grup. Bëhet fjalë për vallën Xhamadani. Se në sheku jam shqiptar, e kur manet mi blergora, për atë këndës jam mora. E kur manet mi blergora, për atë këndës jam mora. Xhamadani via mia, është konsola, është shqipnia, resti zemër qytetia. Është një quqë të zindane, e një doqë të zindane. Është një quqë të zindane, e një doqë të zindane. Xhamadani via via, është konsola, është shqipnia. Resti zemër qytetia, o zajmane, është shqipnia. Për ditëlindje, një motër fatbar, po shkoj për pyshimet e motra në kavaj. Ke një hang, te motra shkon e qan. Motrë si telefonon, e pale, një palë sandale. Motrë së madhe sa, e do një huazon. Ka motra ka bukuri, ka motra ka dashuri.
Fëmijët kishim lutur të zbresin dal nga dal, gjithmonë duke patur kujdes këtu. Të nderuar të pranishëm, ne nuk përfundojmë këtu, sepse vazhdojmë akoma tutje me grupin tjetër parashkollor të këtij institucioni, pra në paralelet e ndara të shkollës fillore Ibrahim Kelmendi në Preshev. Radha është për grupin e fëmijëve parashkollor në këto paralelet nga edukatorja Ramize Memishi, që këta fëmijë kanë përgatitur një këngë titulluar Katër stinët. Lusim të fëmijët të performojnë me këngën e tyre duke u raditur veç e veç, apo si e kanë përgatitur vallen të shohim. Kujdes. Atëherë derisa regjia bëhet gati me këngën, Falë, veç pak. shihet se jemi A gati. besoj se do Kujdes. pas. Kujdes. Veç pak ma ta shumë musi. Po më pesni mua, ishtë shumë e dua, e më ngushtë do me modi, fëmija shkoj në shkollë. Po më pesni mua, ishtë shumë e dua, e më ngushtë do me modi, fëmija shkoj në shkollë. Libri shumë e dua, ti vjen të në njode, libri ka gustëja, por s'ka kulore. Libri shumë e dua, ti vjen të në njode, libri ka gustëja, por s'ka kulore. Nuk ka kulore, por ka tokatore. Unë dhe shokurin, e dua të shtin, se do pika katër, ashtë dojnë e hatër. Unë dhe shokurin, e dua të shtin, se do pika katër, ashtë dojnë e hatër. Pra vera, jesa, libri, katër stinën që ka viti shumë i dua të Sa po vjen pranvera, që lule treja, i duroj të me gatë në 7 mars. Sa po vjen pranvera, që lule treja, i duroj të me gatë në 7 mars. Unë e dua vera, se buzeti luaj, me lëkurë çokoladë, por do vitesh ti në pak. Unë e dua vera, se buzeti luaj, me lëkurë çokoladë, por do vitesh ti në pak. Jo nuk vitesh fare, se unë jam notare. Unë dhe shokurin, e dua të shtin, se do pika katër, ashtë dojnë e hatër. Unë dhe shokurin, e dua të shtin, se do pika katër, ashtë dojnë e hatër. Pra vera, jesa, libri, katër stinën që ka viti shumë i dua të Faleminderit të nxënësve të këtij grupi në entin parashkollor 8 marsi, pra tek shkolla fillore Ibrahim Kelmendi në Preshev. Faleminderit të edukatoreshës që ja përpunduan nxënësit me këtë valle. Një duar trokitje për fëmijët e grupeve parashkollore që përfunduan këngët e tyre në kuadër të kësaj feste, ndërka që ne të nderuar të pranishtëm vazhdojmë tutje me programin tonë, pra për ditën e fëmijëve, duke ofruar mundësi dhe duke ftuar nxënësen e shkollës fillore Dea Regjepi të recitojë poezinë titulluar Thupra mësuesës. Skena për ty, Dea. Thupra e mësuesës Fikret. Klasa e tretë, duar t'i shtri. Thupra e mësuesës e prish qetësi. Thupër e keqe, e pa kulturë. Na jep me fëmijëve temperatur. A vjen mësuesja për t'na dhënë psen? Apo t'na fut frikë e trishten? Matematikën
Unë mire di, dikur e mësoja me dashuri, por ja, me thupër të merë e frikë, si mund të duhesh, oj matematik, dhe kam vendosur, po të më kap zori, do të shkoj të ankohem fill të drejtori. Për këtë, drejtori mësuesën fitnet, në shkollën tonë e solli vetë. Diçka e kishte, duket hap që me thupër na bëhet pro. Thyeje mësuese thuprën, mos e hiq frikën, më shumë të mësoj matematika. Se çfarë kujtimesh na lën nga shkolla, mësueset nervoze, thuprën. Faleminderit Dea. Duar trokitje për Dean. Nuk e di pse heshteni, sepse kjo ditë ju kushtohet juve të dashur fëmijë me që keni prindërt afër. Ndërka që ne vazhdojmë tutje me këngë vallet përgatitura Enkas sot për ditën e fëmijëve. Radha është për nxënësen Erza Halimi, e cila do të performojë me një këngë kushtuar ditës së sotme, natyrisht me që është dita juaj. Ftojmë Erzën në skenë. Take a time to say what we want before it's all gone, before it's all over. Go away, I promise tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I'll take you for granted. 'Cause we never know when
Faleminderit Eliza. Ndërkaq të nderuar fëmijë dhe ju të pranishëm, vazhdimi ftojmë të ndiqni një shfaqje teatrale të përgatitur nga nxënësit e shkollës fillore profesor Ibrahim Kelmendi. Mirë po, ju kishim lutur vetëm të ktheni kokën anën tjetër sepse për hir të sigurisë aty do të ishte më mirë fëmijët të luajnë këtë shfaqje. Bëhet fjalë për nxënësit që marrin pjesë në këtë shfaqje. Jo pa me Rama se me dita. Me Rama thonë, me Rama. Ja, folën e. Po të vonë se u lënë te.
album bahar. Shkrimtare, a shka për se shkrimtare, a shkru për të sysh, për të fryme. Shkrela e mali. Për këta fëmijë, që edhe këta sotën për më në vetë për shënojnë në ditën e tyre, pra ditën e fëmijëve. Oh,
Faleminderit Viola për performancën tënde, ndërkaq në vazhdim nëse kemi Oltën prezent, e ftojmë për recitim, nëse jo, se më duket ka paralajmëruar se nuk do të mundet të jetë, të vazhdojmë tutje me një vallet përgatitur nga profesori i muzikës Bashkim Halimi, nga Shkolla Fillore profesori Ibrahim Kelmendi, të cilët i ftojmë të performojnë me vallën e tyre këtu pranë nesh. Ftojmë lojtarët, valltarët,